për aq kohë sa nuk i kemi ende të zyrtarizuara ose të përfunduara hetimet dhe në një version zyrtar të historisë, ne jemi duke hamendësuar se çfarë mund të ketë ndodhur, nisur nga përvojat të mëparshme të historive të tjera, po kaq të dhimbshme dhe po kaq shqetësuese sa historia në fjalë. Nuk është e para herë që fëmijët bien pre e abuzimeve seksuale nga të miturit. Madje ne në fushën e sociologjisë shpeshherë raporte seksuale brenda familjes ose ngacmimi seksual apo molepsja seksuale brenda familjes është një temë që quhet ndryshe ana e errët e jetës familjare, pra shumë pak mësojmë për të dhe shumë hezitojmë madje dhe ta trajtojmë si temë. Me këtë dua të them që kjo histori doli në dritë për shkak se siç e kam kuptuar unë u sinjalizua nga komuniteti, por të tjera histori nuk i dim, apo të tjera histori dalin në pa vetëm kur ato bëhen aq të rënda apo gjendja është rënduar aq shumë sa është e pamundur që të mos dalin më nga muret e shtëpisë. Përse ndodhin, arsyet janë të ndryshme, besoj ndonjëherë si të themi, një çrregullim i skajshëm i shëndetit mendor të abuzuesit, një çrregullim i skajshëm i natyrës seksuale nga ana e abuzuesit, të themi një pamundësi për vetëmbrojtje, për vetë administrim të trupit nga ana e të abuzuarit. Sigurisht kur bëhet fjalë për lidhje gjaku dhe aq më tepër në historinë e fjalë bab, bi, kjo është jashtëzakonisht shqetësuese. Shumë e rëndë.